Përshëndetje, jemi bashkë në edicionin e lajmeve 21 minuta. Burimet e radio-televizionit 21 kanë bërë të ditur se kryetari i PE-s Gazmend Muhaxheri dhe kryetari i Lipjanit Imri Ahmeti kanë dërguar shkresë KQZ-s që ata ta vazhdojnë postin e kryetarit të komunave dhe KQZ t'i zëvendësoj me kandidat të LDK-s që janë në listën pritëse. Ndërkaq kryetari Mitrovicës, Bedri Hamza, nuk ka dërguar shkresë në KQZ dhe nuk dihet sa do të vazhdojë të ushtrojë detyrën e kryetarit komunës apo do të certifikohet si deputet, me që ishte kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka reaguar ashpër ndaj shtetit serb pasi ky i fundit kundërshtoi njohjen e pavarësisë Kosovës nga Republika e Kenjas. Në një reagim zyrtar thuhet se Serbia sërish ka zbuluar fytyrën e vërtet, duke shtuar se po vazhdon të refuzojë përmbushjen e zotimeve të saj në kuadër të dialogut. Tutje e Ministria e Jashtme pohon se në deklaratën e saj Serbia përmend kartën e OKB-s, lëvizjen e të painkuadruarve dhe marrëdhëniet e saj me Kenjan për ta paraqitur veten si viktim. Kjo nuk është hera e parë që Serbia i shpërfill hapur zotimet e saj ndaj Bashkimit Evropian, duke refuzuar njohjen e Kosovës dhe duke shtrembruar parimet juridike ndërkombëtare. Serbia sfidon hapur detyrimet e saj të përcaktuara me nenët 1 dhe 5 të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të arritur në kuadër të dialogut të Brukselit. Refuzimi i Serbisë për të zbatuar këto zotime konfirmon edhe më tej mungesën e vullnetit të mirë dhe sinqeritetit në procesin e normalizimit, u tha në reagimin e MPJD-s. Këshilltari i ish-presidentit Begjet Pacolli, Jetlir Zymberi, në një intervistë për radio-televizionin 21 ka dhënë detaje për lobimin që ka bërë ekipi i presidentit Pacolli për ta bindur shtetin e Kenjas që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Tha se njohja e pavarësisë Kosovës nga ky shtet ishte fryti një pune rreth 11 vjeçare, duke u përballur edhe me shtete që janë kundër shtetësisë Kosovës. Në mungesë të njohjeve të reja gjatë mandatit të qeverisë Kurti, Zymberi thotë se qeveria aktuale nuk ka vizion dhe as dije për të sjellë njohje Kosovës. Thuaj fillimisht sa ishte puna fatgjate me arrit deri te njohja nga shteti i Kenjas për pavarësinë e Kosovës. Fillimisht duhet të them që ajo që u kurorëzua dje ishte fruti një pune diku më shumë se 11 vjeçare në njërin prej shteteve më të fuqishme të kontinentit afrikan. Puna dhe angazhimi jonë atje ka filluar diku rreth vitit 2014-2015, është intensifikuar pas vitit 2016. Me qenë se Kenya është njëri prej shteteve kryesore, jo vetëm të Afrikës Lindore, por gjithë kontinentit, si në aspektin politik, po ashtu edhe në aspektin ekonomik, edhe prezenca e fuqive të cilat në vazhdimsi e kanë luftuar afirmimin e Kosovës ose faktorizimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, prezenca e tyre atje ka qenë e madhe, por që me një angazhim të madh, me një përkushtim të madh të ish-presidentit Pacolli dhe gjithë ekipit të tij, është konkluduar dje me sukses të plotë dhe veçanërisht kur kihet parasysh edhe fakti që procesi i njohjeve të Kosovës, i njohjeve ndërkombëtare të Kosovës ka ngecur veçanërisht në 5 vitet e fundit. Kjo e bën edhe më të rëndësishme këtë njohje që erdhi ditën e djeshme, por edhe një sinjal i mirë që me angazhim të madh, me përkushtim të madh, me seriozitet, ky proces mund të vazhdohet përpara, nga se e drejta qëndron në anën e Kosovës, argumentet qëndrojnë në anën e Kosovës, dhe veçanërisht në këtë periudhë besoj që edhe fokusi i institucioneve të Kosovës duhet jetë i orientuar në drejtim të lobimit, jo vetëm për marrjen e njohjeve të reja për Kosovën, por edhe për antarësimin e organizatat tjera ndërkombëtare. Qartë, ju e thatë që në mungesë të një pune nga ana e qeverisë për të sjellë njohje të reja. Si e keni pa realisht, mund të themi se ka dështuar politika jashtme e kësaj qeverie? Nuk ka kapacitet qeveria aktuale, nuk ka kapacitete qoftë në aspektin e dijes, por edhe të qasjes në raport me këto procese, ka mungesë totale të përgatitjes në këtë drejtim dhe
nuk është e rastit që në 5 vitet e fundit Kosova nuk është antarësuar në asnjë institucion ndërkombëtar, nuk ka marrë asnjë njohje të re dhe nuk ka shënuar asnjë lloj progresi, përkundrazi, ka marrë ndëshkime përkeqësardhje nga aleatët, nga sponsorizues e pavarësisë Kosovës. Një reagim që bani Ministrja e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla, ajo nuk ju përmend fare juve, as presidenti Pacolli, por as juve. Ajo thotë që kjo ishte angazhimi po. Angazhimi as i presidentit Pacolli, angazhimi jonë në përgjithësi nuk bëhet as për Donika Gërvallën dhe për asnjë person tjetër, bëhet për shtetin e Kosovës. Donika Gërvalla ose kushdo që është në atë pozicion mund të jetë vetëm një fatkeqësi momentale për vendin, por nuk përbën në gjë as të mirë dhe as interesante për askë, kështu që është e parëndësishme për padeshme. Po sepse ajo tha që sikur deshi ta lë meritën e saj, se tha një takim i vitit 2021. Si merit, nuk dua të merrem me njerëzit të cilët përkohësisht gjenden në krye të institucioneve të vendit. Por që nëse flasim për merita, Kosova që 3 vite është nën sanksionin nga aleatët, nga sponsorizuesit e pavarësisë Kosovës. Rënja prej mashtrimit të komedianëve rus si kryeministrit Kurti po cilësohet si dështimi i sistemit dhe shërbimit të tij, por që shqetësimi kryesor vihet tek përmbajtja e bisedës. Në Institutin për Studime të Luftës Hibride Oktopus thonë se në veçanti shqetësuese ishte apostrofimi i Richard Grenell duke ngre alarmin për probleme në komunikimin e ardhshëm mes Kurtit dhe SHBA-s. Ndër ish kryenegociator, ndërkaq thonë se biseda e kryeministrit Kurti e shfaqur në reng dëshmoi përfaqësimin jo të denjë që ai bën Kosovës. Ja çfarë deklaruan analistët Avni Arifi dhe Arben Fetoshi. Dështim i sistemit dhe shërbimit të kryeministrit Kurti, për shkak se kryeministri është institucion, nuk është individ, dhe normalisht që në këtë rast duhet të theksojmë faktin që prej e këtyre kurtheve kanë rënë edhe personalitetet të tjera të rëndësishme në botë, mirë po ajo që ka e bën më shqetësuese këtë reng që ju bë kryeministrit ka të bëjë me Kosovën, me kontekstin në të cilin gjendet Kosova përballë luftës agresive të Serbisë, përballë targetimit vazhdueshëm nga ana e Rusisë dhe ajo që mendoj që është më shqetësuese lidhet me përmbajtjen e bisedës që e kemi dëgjuar nga videoja e transmetuar prej medjave, për shkak se në bisedat e urimeve zakonisht janë përmbajtje kurtuazie dhe falenderimi e jo përmbajtje që trajtojnë çështje të brendshme, në veçanti ajo që ka të bëjë me apostrofimin e zotit Grenell, e duke pas parasysh rolin e tij në administratën amerikane, kam dronë që mund të shkaktoj probleme të komunikimit të ardhshëm ndërmjet zotit Kurti dhe administratës amerikane. Jo, nuk mendoj që ka të bëjë me ndonjë cenim të sigurisë nacionale në Kosovë, për shkak se nuk ka tema të cilat do të mund eventualisht të përktheheshin në rrezik për sigurinë nacionale të vendit. Përso, rënja prej një mashtrimi të ke fundit të ka ndodhur dhe shumë liderëve. Këto do të me këshyrë se si ka ordërit e mashtrimi dhe përgjegjës në institucionet që e kanë aranzhu duhet përgjigjen. Është natyrshme që duhet përgjigjen sepse gabimet e tina nuk mund të falen. Po pjesa më shqetësuese është përmbajtja. Kosova për herë të parë ka pa kryeministrin në aksion, pra në takimet me presidentin e një shtetit BE-s. Dhe ka qenë një prezantim katastrofal i gjithë shkapit për çka qëndron Kosova. Të fillu nga përbuzja që ka kryeministri Kurti ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe politikën e saj. Qëndrimet homofobe ndaj zyrtarëve diplomatëve që nuk është kompetencë kurrë edhe nuk duhet kurrë kryeministri një vend me fol.
Dhe pastaj qasja tina si një lejtar global i proceseve në botë, kishte përshtypjen që nuk është të folë kryeministri, një vendi që ende se ka rumbullaksuar pavarësinë, një vendi që ende po ikin njerëz dhe nuk e ka kufirin e vet të garantuar, po folke si një rival i liderëve më të mëdhenj botëror. Pra ishte një prezantim katastrofal i Kosovës, pra i kryeministrit Kosovës, dhe me të vërtetë është e pabesueshme se në çfarë drejtje ka rao populli i Kosovës me këtë përfaqësim. Po e tërë përmbajtja e intervistës ndikon në të gjitha, jo vetëm te Grenelli, po edhe te ata që nuk e duan Grenellin, kur e shohin kryeministrin e Kosovës se si shprehet ai, formën e tij të menduarit, është një goditje e madhe. Që një kohë ne po ankohemi se nuk po e takojnë kryeministrin, domethënë është i ekskomunikuar dhe nga BE-ja, vetëm në raste kur nuk kanë çare po flasin me ta. Po nashta na duhet gëzohemi që s'po e takon. Më mirë mos me taku se sa më dëgju këto çka po thotë ai. Kjo është horror. Kjo është një film me të vërtetë një ngjarje horror çka është ndodhur Kosovës. Me të vërtetë është ajo fjale, nuk e di çfarë gjunahe ka bëu Kosova me pas këtë taksirat, me pas kësi njëri që e përfaqëson. Ky nuk e përfaqëson vullnetin e Kosovës, ky nuk i përfaqëson aspiratat e Kosovës, e sidomos ato që kanë ndihen populli i Kosovës, për shembull, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diplomatët e saj të cilët e kanë shpëtuar nga gjenocidi dhe i kanë ndihmuar dhe e kanë kriju shtetin e Kosovës, ky nuk e përfaqëson Kosovën. Armbajtja pa leje, faktorët socioekonomik dhe mënyra jetesës janë disa prej shkaqeve që shty në kryerjen e vrasjeve, thot njohësi i çështjeve të sigurisë Avni Islami. Ky i fundit shtoi se shteti ka nevojë për një strategji të re pasi mekanizmat represiv janë të pamjaftueshëm për të luftuar numrin e lartë të vrasjeve. Ndër të tjera, Islami thot se duhet të ketë vetëdijsim të qytetarëve e ligjërata në shkolla. Institucionet e Kosovës do të mendojnë që të ndryshojnë strategji që përmes vetëdijsimit të qytetarëve, përmes vetëdijsimit të familjeve, shkollave, organizatave jo qeveritare dhe vetë institucionet të shfrytëzojnë media të shkruar dhe elektronike që të bëhet vetëdijsimi në shkallë të vendit, por kjetë parasysh që disa nga këto vrasje që po në kohët e fundit konsiderohen që ketë për motive banale, kjo tregon se sa është në krizë shoqëria kosovare që kemi dalë 26 vjet nga lufta. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të bëhet një vetëdijsim dhe sa i përket armën në Kosovë. Pra, 26 vite nga përfundimi i luftës në Kosovë konsiderohen rreth 270.000 armë, të cilat është një numër jashtëzakonisht i madh. Prandaj unë konsideroj që në raste të këtilla çfarë ne jem, duhet që të ndërmehen masa shpejt e urgjent që të gjenë metodë. Aktivistët asnjë cent më shumë kanë zhvilluar një aksion simbolik rreth shtrejtimit të rrymës ndaj kryetarit të ZRE-s Ymer Fejzullahu. Dibran Hoxha gjatë këtij aksioni e ka goditur Fejzullahun me një tort ku shkruhej 15%, duke u referuar kështu kërkesës së ZRE-s për shtrejtimin e energjisë elektrike në 15%. Merre ke qytetarëve ki. 15% rritje e rrymës, edhe na e kemi një dhuratë 15% për kryeshefin e ZRE-s. Se na ka thonë gjeni ma lirë rrymën, tash i kallëzoj. Ti merr është një tort është më ta dhuru. Por i merr për qytetarëve. Po mos na kthem mbrapsht se dhuratës. Po çfarë e kena ble për juve? Do t'i merri, se të dhuratë për qytetarëve. Merre ke qytetarëve ki. 15% për ty. Qeveria e Kosovës ka lansuar sot pilotimin e shërbimeve të integruara për ngjarjen jetësore të lindjes së fëmijës, e cila tjerëson qasjen e informacione kyçe për fëmijët e posalindur, si dhe përmirëson ofrimin e shërbimeve publike për qytetarët. Kjo nismë e qeverisë është mundësuar përmes projektit të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane, ndërka zbatohet nga Gizi.
Shërbimet që ofrohen janë regjistrimi i lindjes në regjistrin civil, aplikimi për përfitimet për nënën dhe fëmijën, regjistrimi në sistemin shëndetësor dhe atë të vaksinave, si dhe regjistrimi i prindërve në e-Kosova. Me lancimin e pilotimit të shërbimeve të integruara për lindjen e fëmijës, po hapim një kapitull të ri në mënyrën se si shteti ofron shërbime publike, më të afërta me qytetarin, më të koordinuara, më digjitale dhe më të thjeshta. Me zgjidhjen që po pilotojmë sot, prindrit nuk kanë më nevojë të shkojnë nga një sportel në tjetrin për të kryer procedura të ndryshme. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia theksoi se shërbimet e integruara për ngjarjen jetësore të lindjes së fëmijës shënojnë hap të rëndësishëm për normalizimin dhe digitalizimin e shërbimeve publike. Hap të rëndësishëm drejt modernizimit të shërbimeve publike në vendin tonë. Qasja e shërbimeve të bazuara në ngjarje jetësore përfaqëson një transformim rrënjësor në mënyrë se si qytetarët ndërveprojnë me institucionet, duke sjellë shërbime tek qytetari në momentet më të rëndësishme të jetës së tyre. Shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Ajvo Orav, këtë projekt e konsideroi si një gurthemel i cili thjeshtëson procedurat administrative dhe rrit efikasitetin publik. Orav theksoi se Kosova ka mundësi unike për të bërë reforma kyçe për digitalizim të administratës publike. Ky gurthemel thjeshtëson procedurat administrative, ngrit efikasitetin publik dhe përmirëson qasjen e prindërve, duke integruar institucione kyçe dhe duke ofruar shërbime të personalizuara. Nisma paraqet një standard të ri për shërbimet për qytetar. Lancimin e kësaj nisme ka mirëpritur edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jon Rode, i cili tha se ky projekt lehtëson qasjen e familjeve të reja në informacionet kyçe për fëmijët e tij. Nisja e kësaj ngjarje madhore të lindjes së fëmijëve përfaqëson një hap madhor të përmirësimit të shërbimeve publike dhe me lancimin e një faqeje në e-Kosova bëjmë informatat kyçe shumë më të çastshme për familjet e reja. Reduktimi i burokracisë është një shtyllë kyçe e qeverisjes së mirë në të gjitha shoqëritë tona. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka miratuar raportin e panelit për shqyrtimin e aplikacioneve, intervistimin, vlerësimin dhe rekomandimin e kandidatëve për gjyqtar në gjykatën e apelit. Me këtë rast u mor vendim që nga data 1 maj, gjyqtari në gjykatën themelore në Mitrovic, Ali Kutlovci, të avancohet në pozitën e gjyqtarit në gjykatën e apelit. Antarja KGK-s të Uta Ibrahimi vlerësoi se për këtë pozitë fillimisht kanë aplikuar 4 kandidat, por më pas 2 janë tërhequr. Ajo tha se kandidati i suksesshëm i rekomanduar për avancimin e pozitës në gjyqtar të gjykatës së apelit është Ali Kutlovci. Procesi i intervistimit është monitoruar nga Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX dhe Instituti i Kosovës për drejtësi IKD. Kandidati i suksesshëm i rekomanduar është Ali Kutlovci, gjyqtar në gjykatën themelore në Mitrovic. Kandidati i cili nuk është rekomanduar është Fatos Sejdiaj, po ashtu gjyqtar në gjykatën themelore në Mitrovic, Bega në Skenderaj. Derisa nga antari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Fared Velia, u hap një çështje tjetër e diskutimit, i cili tha se i ka penguar mënyra e diskutimit në asamble, nga se sipas tij, disa kryetarë të gjykatave kanë thënë se nuk dinë cilat janë kompetencat e komisionit për administrimin e gjykatave. Ajo çka unë s'më mu pajtu ose çka mu ka pengu, eventualisht spaku sipas mendimit tim, është vetë diskutimi dhe mënyra e diskutimit në asamble. Ku nga disa ana e disa kryetarëve është potencuar se ndër të tjerat nuk e dinë edhe cilat janë kompetencat e komisionit për administrimin e gjykatave. Kështu që në çdo drejtim ky propozim atë del që sipas mendimit tim domethënë nuk është në rregull propozim në fjalë. Ndërkaq antari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Ahmet Imani, komentoi caktimin e koordinatorit nga Asambleja Kryetarëve të Gjykatave, për çka u shpreh se më e duhura sipas tij do të ishte të kishte një përfaqësues të Komisionit për Administrimin e Gjykatave. Sipas ligjit për Këshillin Gjyqësor, Asambleja Kryetarëve, kompetencë e saj është, do të thotë, ka kompetencë këshillëdhënëse. Unë mund të kuptoj shqetësimin e asamblesë, por nuk po mund të kuptoj ku e ka bazën ligjore me cilën e ka caktuar këtë koordinator. Ju thatë se historikisht praktika ka
sipas praktikës që në caktuar në komisione tjera, mirë po sipas kompetencave të asamblesë nuk po shoh dikon që ka të drejtë asambleja me caktu koordinator. Lidhur me këtë, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Albert Zogaj, tha se caktimi i koordinator është në sensin lehtësues të procesit, në mënyrë që komunikimi mes gjykatave dhe komisioneve të rritet. Presupozon që komunikimi duhet më rrit mes gjykatave dhe komisioneve në mënyrë veçanta, asamblesë këtë rast dhe komisionit, që komisioni ndoshta në pamundësi me qenë për ditë gjykata e pas perspektivin e asamblesë direkt nga asambleja. Që është në kuptimin në sensin lehtësues është procesi. Në këtë takim u miratua ndryshimi i planit të punës së gjykatës themelore në Prishtinë dhe asaj në Gjakov. Sonte prej orës 20 në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë zhvillohet finalja e Ligës Unike në basketbol për meshkuj Sigal Prishtina Vllaznimi. Ky është edicioni i 4 i kësaj gare në cilën marrin pjesë skuadrat nga Kosova dhe Shqipëria. Edicioni i 4 i garës mbarkombëtare në basketbol për meshkuj në të cilën marrin pjesë skuadrat elite të Kosovës dhe Shqipërisë sonte lëshon perdën e përfundimit të saj. Pas rikthimit interesant dhe cilësor, sonte në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë, për orës 20, zhvillohet finalja ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Vllaznimit. Skuadrat kosovare kanë dominuar për faktin se 3 nga 4 prej tyre kanë arritur në gjysmëfinale. Vllaznimi në gjysmëfinale kanë mposhtur Golden Eagle Yllën me rezultatin 76-75, pas një dueli shumë interesant, dramatik dhe të paqartë sa i përket epilogut. Gjakovarët patën patse në 5 sekondet e fundit shënuan 2 pikat e fitores, ndërsa tentimin e fundit për treshe, Lis Shoshi nuk ishte i sakt dhe Therandasit humben mundësinë që në fund të kualifikohen në finale. Punë më të lehtë në gjysmëfinale pati Sigal Prishtina, e cila fitoi duelin me Beslidhën e Lezhës me rezultatin 81-67. Prishtinasit i shtrënguan radhët në 5 minutat e fundit, pasi që në minutën 35 Beslidha barozoi rezultatin 63-63, e që në fakt ishte tëra çka bën lezhjanët në këtë takim. Golden Eagle Yllë dhe Beslidha ballafaqohen për vendin e tretë. Pavarësisht se cila skuadër do të fitojë, sukses vlerësohet edhe plasmani në mesin e 4 skuadrave më të mira të kësaj gare. Finalja sonte për orës 20 në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve të kryeqytetit ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Vllaznimit, do të jetë mundësi e mirë që njëra prej këtyre 2 skuadrave të stolisen me titullin e më të mirit për edicionin e 4 të Ligës Unike për basketbol ndërmeshkuj. Liga Unike, pas karakterit simbolik kombëtar në aspektin sportiv, është test për skuadrat tona për të pas një vlerësim sa më të parafort se në cilin nivel aktualisht është basketbolli mbarkombëtar. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.